طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazit të nderuar, jemi tek libri Umdatul Ahkam, bazat e dispozitave. Kemi arritur tek errat e ronda, aromat e ronda, që a lejohet me shku në xhami kur han diçka që I vjen era gojës. Po këtu hyn pastaj dietarët e kanë komentuar dhe kanë thonë edhe çdo gjë që I vjen trupit era, qoftë çarapa apo diçka rrobave, nuk lejohet mi bë dëm, më thonë muslimanëve apo namaz falsve aty, sepse ato që e dëmton me lajken e dëmton edhe njeriu. Transmetohet nga Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu se profeti alayhis salam ka thënë: kush ha hudhra edhe qep, hudër edhe kep, thot mos na afrohet neve ose xhamis ton, por të qëndrojnë në shtëpitë vet. Më thonë nëse han hudër apo han kep, atëherë mos hadet në xhami, se I rakeqe e gojës. E sidomos hudrës I vjen shumë I rakeqe. Apet e kepës mundesh me bajt, veç e hudrës është shumë e vështirë, e rond. I sollën pejgamberit alayhisalatu wassalam një tenxhere me perime. Tenxhere me perime. Thot prej tyre vinte erë e rond. I vinte erë e rond. Pejgamberi alayhisalatu wassalam pyeti për këtë gjell dhe I thanë se kishte në të perime prej familjes kepës, prej familjes qepës. Profeti alayhisalatu wassalam tha, afrojeni atë. Disa prej shokëve që ishin aty, kur pejgamberi alayhisalatu wassalam pa që njërit nuk I pëlqej të hante, I tha ha, sepse unë monologoj me atë të cilin ju nuk monologoni. Unë bisedoj me ato që ju zbisedoni. Me kon bisedon Muhamedi alayhisalatu wassalam me Gjibrilin alayhisalam. Dhe Muhamedi alayhisalatu wassalam nuk ka qef me pas gojen e tij që I vjen era, apo që I vjen era, aleikum salatullah, që I vjen era sepse do të bisedon apo kam ju zbrit Kur'anin nëpërmjet Gjibrilit alayhis salam. Kuptim, po ashtu hadithi I 115. Jabiri transmeton se pejgamberi alayhisalatu wassalam ka thënë: kush ha hudhra, qep, edhe prasa thot, mos t'i afrohet xhamis ton, sepse thot pasi me lajket bezdisen nga ajo që ka bezdiset njeriu, ose bita Ademit në një transmetim tjetër. Dhe më thonë, çka do që e dëmton me lajken, ka me dëmtu edhe njeriun. Dhe me lajkja nuk ka qef me qëndru me një vend ku I bot më katë Allahut azza wa jall, me një vend ku I bot shirk Allahut azza wa jall, me një vend ku përhapet bidati, me një vend ku ka aromat këqija, me lajkja nuk rrin. Dhe kush rrin aty në vendet që nuk janë të pastërta, rrin shejtani. Bile po më kujtohet një rast në Saudi, kur e kanë zonë një sihirbaz, edhe e kanë zonë një sihirbaz me një vend, me një shtëpi të pabanueshme. Edhe në atë shtëpinë e pabanueshme që s'ka njerëz, u konë gjybret e mëdhaja, apo kupton, pisliqet e mëdhaja, krejt domethënë që aty kanë gjujt çdo sen. Edhe tash kur e kanë marrë këtë sihirbazin, I kanë thonë pse kjo ardh këtu, pse po rrin këtu, në këto vendet e fllëqta, në ato gjybre ku e dione mbeturinat, pse po rrin këtu? Thotë më kanë urdhëruar gjint me nejt këto. Sepse gjint I kanë qef vendet e fllëqta, vendet ku era është e keqe. Dhe nuk I kanë qef errat e mira, ku e knaqin, do më thonë krijuesin, e knaqin vetveten, apo e knaqin edhe me lajket e Allahut subhanahu wa taala. Këtu ka dallim kur personi është I smut, si për shembull unë këtu para jush që jam, gjatë 3 muajve unë kam alergji në parfime, në erë, në këto sene, do më thonë dallon kjo çështja. Kuptimi përgjithshëm I hadithit: lipset që falsi të kundërmoj erë të mirë, aromë të këndshme kur të futet namaz, se pedin të kush pëdel. Po del për Allahut subhanahu wa taala. Më koni parfimosëm mirë, apo më koni veshëm mirë. Pastaj thot me domethënë gjatë kryes namazit në xhami. Për këtë pejgamberi alayhisalatu wassalam urdhëron çdo që ha urdhra apo qep që mos më afru namazit dhe me fal në shtëpi, derisa të hiqet, domethënë era prej gojës. Tash ka substanca ndryshme që I kanë hulumtuar njerëzit apo që e hekin aromën e gojës keqe. Shamo thonë disa karanfil me hongër.
nëse i ki kepën apo hudrën, me hongër një copë karanfili e hek ato. Ose në sakës orbita këto që janë, nëse hiqet era, nuk ka problem, inshallahu ta'ala. Kur i sollën pejgamberit a.s. një tenxhere me perime që shtam, thot e disa prej të cilave ku ndërmonin erë të rond, kishte erë të rond, urdhroi që t'i afroni një prej shokëve të tij që prezantoi aty, kur e pa që pejgamberi a.s. Aleikum salatullah, i urrej ato, domethënë kur e pa që Muhamedi a.s. i urrente që tenxhere që i dhinte era. Edhe del fatan, hajde çto habibi, që vend ki aty. Kur e pon që pejgamberi a.s. i urrente atë tenxhere me hudhër edhe me kep, që kishte domethënë prej familjes të kepës, atë njëri prej sahabeve tha dhe unë s'pe ha, nuk po du. Pse se Muhamedi a.s. nuk e hongër, apo. E çka i tha Muhamedi a.s. Tha ju hani, sepse unë tha monologoj foli me kon, me Gjibrilin a.s. Dhe zdu, domethënë gjua apo goja ime me pas irë të keqe kur unë e flas me Gjibrilin a.s. Allahu subhanahu wa taala e zbret Kur'anin nëpërmjet Gjibrilit dhe Muhamedi a.s. takohet me Gjibrilin. Edhe nuk don kur të flet me Gjibrilin a.s. Muhamedi a.s. s'don me pas që goja mi ardh era gojës. Apo dhe çdo herë ka pas tradit Muhamedi a.s. thot sikur mos ta rëndoja thot ummetin tem, 5 herë kisha me urdhnu ummetit mi la dhomt me misfak. 5 herë në ditë. Nuk është obligim, po sikur mos t'ja kisha rënduar, se e rënd është mi thonë, për shembull, muslimanëve 5 herë në ditë lani dhomt, sikur ti kishte urdhnuar, nëse nuk e kishim kryer, kishim me marrë gjuna, po e kalon dëshirën e robit që është shumë e mirë, domethënë mi pastru dhombët, dhe normalisht mundemi ne me pastru edhe me pastat e dhombëve sot që i kemi. Nuk domethënë vetëm me do thot misfak. Pastaj thot çka përfitojmë nga ky hadith? Thot urtësia që fshihet pas ndalimit të ardhes në xhami është mos bezdisja. Mos mi bezdis, vllazni e dini, kur t'i vjen era gojës. Çfarë do erë? Nuk është vetëm edhe kjo çështja e kepës edhe hudrës. Edhe kështu me të ardh era gojës keq, e dëmton tjetrin, e bezdis tjetrin. Nuk mundet me fal namaz që duhet. A keni vret për shembull ka raste në kur të bjen në sejdë, nëse dikush më herët i ka pas çarapat, nuk i ka pas të pastërta, si ta qet kokën sejdë aty në vend sejdës, era vjen subhanallah. Ndryshe është kur është e pastër. Ki qef subhanallah me nejt, alo më shumë, domethënë në sejdë. Andaj duhet me pas kujdes që të tjerëve mos mi dëmtu, sepse ato çka e dëmton me lajkën, i dëmton edhe njerëzit. Tash kemi një pikë tjetër, është hadithi të shahudi është në fund, domethënë apo në rekatin e dytë dhe të katërtin. Thot Abdullah ibn Masudi radiallahu anhu thot, ma mësoj i dërguar e Allahu të shahudin, dora ime midis duarve të tij, ashtu siç më mësonte një sure të Kur'anit dhe ja mësoj çka? Ftofta? Apo djen ftoftuja? Çemera çe pak më lart. I pja unë si qëtu? Që i pak më naltë të? Dhe më thonë, qëfar Muhamedi a.s. ja mësonte sahabion ashtu qysh i mësonte sahabet apo dikë ajetet e Kur'anit apo suret e Kur'anit. Kështu ja mësoj e tahiyatu lillahi, salawatu wa tayyibatu deri në fund. Një në transmetim tjetër thuhet, nëse ndokush nga ju ulet namaz, leta thot e tahiyatun. E dim kret, ata që falin namaz, e din që e tahiyatu është obligim, dhe më thonë të thuhet në teshahud. Po ashtu dhe vazhdojnë deri në fund, nëse ju e thoni këtë, keni përshëndetur çdo njeri të devotshëm në qiell dhe në tokë, në transmetim tjetër thot, le të lut ç'të doj. Apo pas tehijatit, lejohet me lut Allahun subhanahu wa taala për ato gjëra që ki nevojë duke qenë në namaz, duke qenë në, domethënë tehijat. Çka kuptojmë nga ky hadith? Abdullah ibn Mesudi tregon se pejgamberi alayhis salam ja mësoi tehijatin i cili lezohet në uljen e parë dhe të fundit. Do thonë nëse namazi i drekës, i qindis, akşamit dhe jacis, i ka 2 teshahude, apo
më thonë 2 ulje i ka. Ndërsa namazi sabat e ka veç një ulje. Edhe në të parën, edhe dytën, etehijati duhet më thonë dhe është wajib. Më thonë, është wajib, më thonë etehijatën. Nëse nuk e thu, duhet se vi sejdë me bo, dhe thot sejdën me bo. Thot, qëfar pastaj profeti i kushtoi rëndësi dhe kujdes këtij sahabiu, kur ja mësoi teshehudin, siç tham ja mësoi sikur ajetet kuranore ja pas mësu dikujt, çashtu ja ka mësuar edhe Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu. Pasi mbaron lavdrimin, falënderimin, madhrimin e Allahut, atë lut mirësi, mëshirë për profetin alayhis salam, e më pas i bën edhe lutje Allahut subhanahu wa taala duke qenë teshehud. Lejohet me lut Allahun subhanahu wa taala. Vjen pastaj shahadeti apo masetijatit o shahadeti, besoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përpos Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, e kështu me radhë që përfshin qenien e tij njeri si të gjithë të tjerët, dhe dobia është teshehudi është transmetuar në forma të ndryshme, por më i miri dhe më domethënësi është transmetimi i Ibn Mesudit radhiyallahu anhu. Tash i kemi salavatet. E dini që salavatet thuan në teshehudin e dytë, kur i ka 2 teshehuda. Kur i ka 2 teshehuda, salavatet thuan në rekatin e 3 apo të 4. Tretin është për akşam, ndërsa për këto vakte tjera e ki të 4. Ndërsa në namazin e sabat thuhet normalisht salavatet. Transmetohet nga Abdurrahman ibn Abi Leila, thot më takoi thot Ka'b ibn Ujre dhe më tha, a do të jap një dhurat hedije, i tha, apo do me ta dhon një hedije? Subhanallah, hedije e kanë konsideru një dije mi a dhon. Ndikujt një dije. Pse thënë hedija ma mirë është libri? Më thonë libri është hedija ma mirë. Edhe nëse për momentin ti nuk e lexon atë libër, leq atë në raft. Ka gjasa, ndoshta gruaja lexon, ndoshta fëmia lexon, ndoshta fëmijës e lexon, apo dikush, kush do qofshi e lexon. Merre librin, leje se ka dobi. Kompjuteri po, kret na librat mund t'i kemi në PDF, kret në kompjuter. Po kompjuteri mund të prishet. Libri është më i vlefshëm. Libri kur nuk e zaventson kompjuteri. Ton librin kur nuk e zaventson kompjuterin. Bile subhanallah keni vret, aq shumë kemi aplikacione, aq shumë kemi internet, kemi statuse. Mirë po nuk po marrin mend gjitha. Në libër është diçka tjetër, subhanallah. Ka kriju Allah zëvëgjel disi edhe syti ka krijuar që në libër me pasi një lloj fotomemorie kur ta lexon, ma mirë me majt mend me libër se sa me kompjuter. Vërtet pejgamberi alayhis salam erdhi thot tek ne dhe i thash, si të përshëndesim dhe si të dërgojmë salavat mbi ty? Salavati është përshëndetje. Përshëndetje për Ibrahimin alayhis salam, për Muhamedit alayhis salam. I tha pejgamberi alayhis salam, tha thoni Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema salejta ala Ibrahim deri në fund. Apo ja transmetoj dhe më thonë fjallët e salavateve Muhammedi a.s. E që ky sahabi këtë fjallët Muhammedi a.s. një tjetrit ja transmetoj dhe i tha apo do një dhurat. Dhe dhurata është salavati. Andaj edhe ju shpërndoni dhurata në këtë kontekst, mja u mësu njerëzve namazin, mja u mësu njerëzve çka thuhet namaz. Një al-Fatiha, një Subhane Rabbil Adhim, veç parameno Subhanallah, një fjallë nëse ti ja thu një vllot musliman, dhe ai tërkohën që ato e bon, deri sa të vdes. Parameno Subhanallah ti më varë shkon, se vapët të të shkojnë. Një fjallë veç ja ke thonë. Një fjallë. Një sunet e ki përhap. Një sunet ke shku me një fshat. Apo ke shku dikon. E rëndësishme dikon, e ki fol një fjallë. Me një takim. Me një odë, me një neje, një fjallë. Qaj e fjallu për hape jotja, kërejt shpërblimit, jo veç të aj. Po aj i thot tjetrit, kërejt ty të vinë se vapet. A ka sa në matë mirë? E kërejt këto se vapet, kujt i shkojnë? Muhammedit a.s. Sa ishte i pari cili në mësaj. Abdurrahman ibn Abi Leila, komenti për gjithshëm, thot kuptimi, ishte prej tabienve të ndershëm. Dhe të ditur u takua me një nga shokët e pejgamberit a.s. Ka'b ibn Ujra. I tha Ka'bi, a do të dhuroj një peshqesh dhurat, apo më thonë, peshqesh, i themi edhe na peshqesh, apo peshqesha, i themi peshqesha, i themi, apo është dhe një fjallë tjetër, i themi, me është, po s'pëm kujtohet tash. A do t'ju dhuroj një peshqeshi ishte nga më të mirët, më të vyerit, çështja e dijes fetare. Edhe jo rastësisht, pejgamberët e Allahut nuk kanë trashëguar dinare dhe dirham. Kur një sahabi ka shku në pazar,
i ka thonë muslimanve, ngani se në xhami po shkepët trashëgimia e Muhamedit a.s. U gjumë, musliman, edhe ku ka parë ta këshim, ku po shkepët më këtu në xhami. Kur hinë ata në xhami, hinë mranda në xhami, e shohin njëri të lexo Kur'an, tjetri të bo dua, tjetri të fal namaz, tjetri të dhon këshilla, ders, ku ka marrë, ku ka këtë parë. Unë tash po them parë, se çashtu para. Atër po thot, pejgamberët e Allahut thot, nuk kanë trashëgu as dinar, as dirham, po kanë trashëgu çka? Diturin. Dhe trashëgimia e pejgamberëve është dituria. Dituria sjell risk, dituria sjell bereqet. A pe dini rastin e dy vëllezërve, njëri ka bëj ibadet, tjetri ka punu. Tash ky që ka punu, pi vjen nati. Ky tan konto u marr me dije, ky u shko si shkreti tan ditën të punu. Edhe tash e pyesin pejgamberin alayhis salam, pejgamberi sa i thot, ndoshta Allah subhanahu wa taala ty po t'jep bereqet, shkoku i vllajit tënd që pe kqyrish ti, shkoku i vllaut tënd, domethënë që po merr dije. Shkoku i vllaut tënd që po merr dije. Kjo mos keq kuptohet që me marr dije mos me punu. Po nëse i bashkon të dyja dijen edhe, domethënë pasunin apo riskën e kësaj dynjos, ku ka më mirë. Pastaj thot, profeti, mirësi Allah qoftë mbi të, tha i porositi, domethënë me këto salavate. Mendimet e dietarëve, thot dy imamët Shafiu dhe Ahmeti, thonë se salavatet për pejgamberin alayhis salam janë të detyrueshme, obligim. Nëse nuk i thu, duhet me bo se hujsejdë. Të thuan në uljen e të shehundit të fundit, jo të parën. Të parën nuk është obligim. Dytën është obligim. Dhe nëse e lë pa thënë namazi, nuk është i sakt, apo nuk është i sakt. Po ashtu, çfarë përfitojmë nga ky hadith? Detyrshmërinë e salavateve për pejgamberin alayhis salam. Ebu al-Ati e thot, salavatet janë lavdrim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej hakut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është të lutemi për të, sepse kjo fe e lartë na ka ardhur vetëm nëpërmjet tij, deri në takimin e radhës me lutjen pas të shahudit. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.